këto male të bukura, proje e shpatije, bregore të vlaja falë për përëndije. Në nëcicërima zagjësh edhe këngë bilbilash, kalova fëmirin mes kopesh e qingjësh. Shpez nga më të ndryshmet e kafsh simpatike, sa ëndër këndonte në mëngjes bilbili, natyra shkëlqente nga lagështi e vesës, kur bariu bukur në i binte fyëllit. Me lindjen e diellit, kurrezet e tij ndriçojnë fshatin Karaçev, lindi dhe frymëzimi i poetit Niazi Kastrati. Ky është fshati në të cilin ai kaloi 70 vite të jetës, duke pasur kujtimet më të bukura. Ky është fshati im, ky është vendi im ku kam lind. Këtu jetova që 70 vite. Me dashurie, me peripetije, me gjithçka që jeta të përballon me ato sfida, por përfundimisht them ka qenë një jetë e lumtur, sidomos jeta fëmijërore, jetë pa brenga, dashuri e madhe, me shumë njerëz, familje të mëdha. Inspirimi jem është fshati, për shkrimet e mia fshati, përpos që shkruaj për fëmijë, inspirimi i mi për fëmijë janë nipat dhe mbesat e mi. I kam 7 nipa, 9 mbesa, bile i kam disa veprat botume me personazhe të emrave të nipave të mi. Më kujtohet fort mirë këtu, jeta në fshat, e rënd po, por e ëmbël po. Gjitha i ka pasën. Unë zgjohem herët, bi herët e zgjohem herët, bi në ora 11, zgjohem në ora 5. Në ora 5 është qetësi e madhe, është freski e madhe. As ka zhurmë, as ka pluhur, as ka asgjë. Aty më vjen inspirimi, aty vjen muza, aty shkruaj, por aty shkruaj për dashurinë e fshatit. I kam disa poezi që shkruaj për fshatin, disa poezi që më duken shumë pak, edhe vazhdoj me shkruaj përsëri. Atje te pisha dal kam inspirim. Dal nalt shpesh atje, ne e quajmë në vend atje mlojësit, për mlojçe, atje atë pishnajnë atje. Edhe atje kam inspirim. Kat shkoj i lidhën jam me këtë vend, i lidhën jam me këtë troll. Unë para disa vite kam marshu në Gilan, por menti kam pas në Karaçev. Edhe këtu filloj, si fillon me u nxeh koha, unë kthehem Karaçev. Si çdo vend, Karaçeva ka përjetuar ndryshime të mëdha nga jeta e dikushme. Megjithatë, Kastrati e kujton ende fëmijërinë e tij në rrugicat e dikushme me plot gjallëri. Nuk përshkruhet dashuri e jetës më parshme, nuk përshkruhet dashuri mes njerëzve, mes familjes, mes vëllazëve, mes kojshive, mes miqve. Demokrasia e madhe kur të ka ardhur dikush në mahall musafir, jo në shpitone. Majnë mend nanën time djes pas, kur vinte dikush e krahap i pritte. Krahap. Thash, po çapo gëzohesh e nona që është ke shumë mirë kur të vjet dikush shtëpi. Edhe mirë se ardh. Asgjë mos paq me i kthy për stofën. Buke kryp po zemër, pritet me buzëqeshje. Dhe ata ku më ngulit në kohë prej nanës teme, që mysafiri duhet pritur me buzëqeshje. Po jo të mysafiri. Edhe biseda kur e zhvillen me tegen duhet me zhvillu me buzëqeshje. Gjëratat e reja nuk mund mi ditë. Jo të kjo rrugë e imja, po gjitha rrugët e fshatit, edhe shkolla, ka vlu prej fëmijëve. Është i vend që të Vorrës, se s'kemi pas vend përpara kur luajm top. Është i vend të Vorrës që disa grupe jemi formu. E ke prit me qef me të arani me lut grupi jot, se ka pas shumë. S'ka mund të ketë mu inkuadru në lojë. Po s'lasje pastaj për lojën atjera në mal atje. Loja kërpesh, gura pesh. Nostalgji e madhe është. Është nostalgji e madhe. Është nostalgji e madhe, po tash të merr malli. Kjo rrugë këtu. As një fëmijë nuk lëviz. Është kanë herë për të qajt. Unë kam qenë punëtor arsimor, kam qenë drejtor shkolle. Pa 2 nxënës, në vitin 1995 që marrë drejtor këtu, kanë qenë 500 nxënës. 498 nxënës. Jemi nda shkollat, Karaçevi për Karaçevi poshtme. Tash, 2 shkollat nuk e di a i kanë 150 nxënës. Domethënë kjo është aja keqja më e madhe që po na ndodh sot, përposh shumë të mirave që është transformuar fshati. Tash kur ti sheh këto godina të mëdha,
Përpara s'ke pas asë qytet në këto ndërtesa. Infrastruktura, kanalizimi, ujësielsi, gjitha të mija qënë. Rruga, ajo që ka na brengos, jo të neve këtu, si prind, si fshat, por në përgjithësi si shoqëri, është mungesa e fëmijëve, 2 është migrimi i mall që kanë shku edhe jashtë, po edhe këtu, po migrojnë në për vende urbane, për një jetë më të mirë, për një vend punës, për gjithë shka. Familja jonë ka pas shumë antarëshe, me mizë kemi qenë, mi po vazhdimisht të ardhë, të nda, sot, si gjithë kënd tjetër, jetojmë me nga 2 pleq. Një ditë u kanë ardhën disa fëmijë me bicikleta. Atëherë më dok që edhe një grumull bilbilash, të cicru, ata të qesh me zveti, gjete një farstazet bukur tu me u shetit, thash luni shetit tu, sa të keni qefin, dhe thash eni gjitha ditë këtu, se malli për fëmijë është shumë i mall. I kam 3 fëmijë, 2 djemë me një vajzë. Djali i mall jeton Gilan me fëmijën e vet, me shoqën e vet. Djali i dytë dhe vajza janë në Austri, kështu që 7 nipa, 2 mesa arriten pa për kujdesin tonë. Pa i pa, kur vinë vetë një herë e njëri është zatë maj ma se unë është bo, po kur u rritë e përmi ka shumë. Kjo është jeta. Një ndër dëshirat e poetit është që fshatit t'i kthehen njerëzit. Është të arë koha, po e në hati që kanë një rëkthy fshatit. Edhe blektoria, edhe bujqësia, edhe gjitha tjerat, fshati ka me armë një gjenjë që ka qenë për para, edhe i popullum, edhe shkollat ka në mush me fëmijë, sepse nuk ka zgjidhje tjetër, nuk ka ka shkojnë, nuk ka ka shkojnë populli, ka me arë pa tjetër në vend vetë aty, sepse pa ka shumë i djekë zemra. Nuk unë me leone shpijen me shku poshtë, më shketua shpijen, më rënu, për shkak teke e dikura po shkojnë në qytet. Po, qyteti nuk i ka këto që i ka fshati. Une nuk ka edhe specin, edhe domatën, e nuk ka këtu bio, 50 pikë fare. Ashtu që ka fare që ka rritë Perëndia, fshati është transformu, tash fshati është modern, gati si lagje e qytetit. Besoj që jemi të afër me, fshatit ka me këthy përsëri perspektiva. Për shumë arsye, e besoj që shumica e trive e dojnë fshatin. E dojnë fshatin edhe kanë me këthy fshatit. Është transformu fshati, s'duket si më parë. Tash shtëpi moderne, në çdo cep ke për parë. Të bardha, të mëdha, po sikur pallate, s'ka më shtëpi përlece, por në disa kate, por se një e keqe çdo ditë po vazhdon. Zbrazet për çdo ditë nga të rinjët të reja, ikin perëndim, kthehen kur vjen vera. Nga ky rrëfim, është e pamundur të mos ndjehet nostalgjia për jetesën në fshat, për ditët e qeta deri në rënjen e muskut.